Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Rruga kryesore e fshatit Lazarat vijon të mbetet e pandryshuar prej disa muajsh, duke krijuar vështirësi për banorët dhe sigurinë në zonë. Rruga kryesore e fshatit Lazarat vijon të mbetet pa drejtshim prej disa kohësh, duke krijuar vështirësi për banorët dhe sigurinë. Ndërkohë, sipas shqetësimeve të ngritura, njësia administrative e Lazarat konsiderohet jo funksionale dhe munguar në reagim ndaj problemeve të komunitetit. Kritika drejtohen ndaj institucioneve vendore, të cilat akuzohen për neglizhencë dhe mungesë përgjegjshmërie, pavarësisht pagesës së taksave nga ana e banorëve. Banorët e cilësojnë situatën si diskriminuese dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për rikthimin e drejtësimit publik dhe përmirësimet në shërbimet bazë në këtë fshat. Lagja e Romëve në qytetin e Gjirokastrës paraqitet në kushte të rënda higjieno-sanitare, e mbuluar nga beturinat dhe pasi ndërhyrje konkrete nga instancat vendore. Lagja e Romëve në qytetin e Gjirokastrës paraqitet në kushte të rënda higjieno-sanitare, e mbuluar nga beturinat dhe pas një ndërhyrje konkrete nga institucionet përgjegjëse vendore. Sipas banorëve, mungesa e masave për pastrimin dhe menaxhimin e mbetjeve ka krijuar një situatë shqetësuese që rrezikon shëndetin dhe mirëqenien e komunitetit. Ata thonë se pavarësisht problematikave të vazhdueshme, nuk është ndërmarrë asnjë mas, asnjë hap për përmirësimin e gjendjes, duke lënë zonën në harez dhe mëshirë të fatit. Beturinat qëndrojnë aty prej ditësh, ndërsa krijojnë rrezikun për një epidemi. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente dhe masa konkrete për pastrimin e lagjes dhe garantimin e kushteve minimale të jetesës në këtë hapësirë të qytetit. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj deklaroi sot se qeveria ka vendosur të ringrejë bordin e transparencës për monitorimin e çmimeve të karburantave. Gjatë një interviste në media, ministria bëri të ditur se është vendosur gjithashtu ulja me 20% e aksizës së naftës nga 39.6 lekë që është aktualisht. Duke parë historinë në ditët e fundit, kemi vendosur të ringrejmë bordin e transparencës dhe të ndërhyjmë në nivelin e aksizës, ka deklaruar kjo e fundit. Këto dy akte i bëri të ditur ajo dhe duhet të kalojë me urgjencë në Këshillin e Ministrave. Këto çmime janë tavan dhe biton nuk mund të tregtohet pasi ka penalitete. Shkollat do të jenë të hapura edhe pas mësimit. Ky është plani nga qeveria shqiptare për angazhimin e mësuesve, kryesisht ata të cilët kanë dalë tashmë në pension. Shkollat do të jenë të hapura edhe pas mësimit. Qeveria shqiptare ka vendosur një tjetër plan për angazhimin e mësuesve në pension. Qeveria po përgatit një program të ri kombëtar që synon zgjerimin e aktiviteteve në shkollat parauniversitare dhe pas përfundimit të orarit mësimor. Nisma parashikohen që ambientet shkollore të përdoren për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme edukative, kulturore dhe sportive për nxënësit. Programi do të përfshijë jo vetëm mësuesit aktual, por edhe mësuesit dalë në pension, si dhe ata që janë në pritje punësimi. Gjithashtu pritet të angazhohen edhe persona me përvojë në fusha si arti, muzika, teatri dhe zanatet, në varësi të aktiviteteve që do të zhvillohen në çdo shkollë. Ky program pritet të shoqërohet me ndryshime ligjore të cilat do të përcaktojnë mënyrën e funksionimit dhe financimit të tij, përfshirë edhe pagesat për orët shtesë të angazhimit. Autoritetet synojnë që aktivitetet pas mësimit të zbatohen në të gjitha shkollat e vendit, duke krijuar një strukturë të unifikuar në nivel kombëtar. Në Shqipëri funksionojnë rreth 1498 shkolla parauniversitare dhe sistemi i përfshin afërsisht 345.000 nxënës nga klasa e parë deri në maturë. Mbrojtja e mjedisit dhe adresimi i ndryshimeve klimatike janë ndër prioritetet kryesore të bashkëpunimit të Bashkimit Evropian me Shqipërinë. Projektet EU for Rivers dhe EU for Nature mbështesin Shqipërinë në përmirësimin e menaxhimit të burimeve natyrore dhe forcimin e mbrojtjes së biodiversitetit, kryesisht të lumit vjosa. Faqe 3 hektar, pra me një numër total bimësh për të mësuar, pra janë 7.500 bimë, sepse është përzgjedhur ajo skema e mbjelljes një bimë në 4 metra katror. Për këtë arsye është bërë edhe ky rrethimi simbolik, nuk është një rrethim, pra është një rrethim natyror që është bërë për të kuptuar edhe komunitetit, po dhe atyre që duan ta përdorin territorin, që këtu nuk duhet të ketë një aktivitet human. Plani i menaxhimit ka të përcaktuar në mënyrë shumë qartë objektivat kryesore që lidhen me ruajtjen e biodiversitetit, me ruajtjen e ekosistemit, me bashkëpunimin me komunitetin, por edhe me ruajtjen e burimeve natyrore kryesore. Një nga objektivat kryesore të planit menaxhimit dhe të zyrës tonë është që të ruajmë atë që ne quajmë sistem riparian.
Në raportin vlerësimi vjetor i kërcënimeve 2026 publikuar nga Zyra e Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare të Shtetit të Bashkuara përmendet edhe Shqipëria. Dokumenti i parlajmëron për kërcënime globale, ndër të cilat dallohen konkurenca në rritje midis fuqive të mëdha, veçanërisht midis SBA-s, Kinës dhe Rusisë, si dhe zhvillimi i shpejtë i sulmeve kibernetike dhe teknologjive që mund të përdoren për destabilizimin e shteteve. Në raport thuhet se Irani paraqet një kërcënim për jetën dhe infrastrukturën kritike të SBA-s në formën e spionazhit kibernetik dhe sulmeve kibernetike. Dhe sulmi kibernetik i Shqipërisë nga Irani që në korrik 2022 mbylli përkohësisht shumë shërbime digjitale të qeverisë shqiptare dhe faqe interneti që përmenden si shembull. Të tjerë aktor kibernetik që vazhdojnë të paraqesin kërcënime kritike për jetën dhe infrastrukturën kritike të SBA-s janë Kina, Rusia, Korea e Veriut dhe grupet e ransomarit do të vazhdojnë të paraqesin kërcënime kritike për jetën dhe infrastrukturën kritike të SBA-s. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmësh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.